Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13. Ministri në detyrë jashtëm Glauko Njufca ka thënë se procesi i konstituimit të kuvendit mund të zgjasë më shumë se 24 orë dhe se nuk po shkelet kushtetuta. Konjufca thanë se ekspertët kanë interpretime të ndryshme për afatin e seancës, ndërsa theksoi se Albin Kurti do ta vazhdojë dialogun me PDK-n, LDK-n dhe Aleancën për gjetjen e një zgjidhjeje politike. Ndërkaq Kurti nuk është përgjigjur për procesin e konstituimit, duke thënë se për këtë çështje do të flasë në një moment tjetër. Ne nuk mendojmë që është shkel kushtetuta. Kushtetuta, si se deni jo, për shkak të këtyre momenteve dhe proceseve që i kemi kaluar, sidomos prej vitit kaluar, prej shkurtit do të thoja, zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, ka shku duke u interpretu, duke u etablu edhe matutje interpretimi kushtetutës tonë, sepse i patëm disa momente edhe vitin e kaluar, kur ishin të paqarta në aspektin konstitucional drejtimet edhe natyra e proceseve. Kështu që patëm disa referenca në gjykatën kushtetuese edhe në vitin e kaluar dhe ato pastaj u etabluan si procese. Edhe kësaj radhe, diskutimi ka të bëjë lidhur me ditën e mbajtjes së seancës, edhe a e përbën një entitet vetëm, edhe a duhet kryet brenda 24 orëve. Mbajtja e seancës apo jo. Sipas disa ekspertëve, të cilë dallojnë interpretime, mund të zgjasë edhe më shumë se 24 orë. Deputeti i zgjedhur i PDK-s për Parim Gruda ka kundërshtuar deklaratat e Glauko Njufcës për vazhdimin e seancës konstituive, duke thënë se gjykata kushtetuese e ka përcaktuar qartë se kuvendi duhet të konstituohet brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve. Ndërkaq deputeti i Aleancës Burim Ramadani ka akuzuar vetëvendosjen për bllokimin e kuvendit dhe humbjen e kohës institucionale. Ramadani tha se deputetët do të duhej të ishin në sallë për të votuar ligje, ndërsa paralajmëroi se pushteti nuk mund ta mbajë shtetin të bllokuar. Kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari ka kërkuar marrëveshje politike për zhbllokimin e institucioneve, duke paralajmëruar se në të kundërtën Kosova mund të shkojë në zgjedhje të reja. Dehari ka kritikuar disa deputet opozitar, duke thënë se nuk janë të interesuar për marrëveshje dhe se po kontribuojnë në tensionimin e situatës. Ai ka theksuar se zgjedhjet e reja do të ishin të panevojshme dhe të dëmshme, ndërsa partitë duhet të gjejnë një zgjidhje politike. Në zgjedhjet e datës 7 qershor, vetëvendosje mori 53 deputet, Partia Demokratike e Kosovës 22, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 dhe Aleanca për Ardhërinë e Kosovës mori 7 deputet. Ka nisur në Prishtinë konferenca 9 e ambasadorëve të Kosovës e organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme. Konferenca si vjet po trajton temën Kosova në një botë në ndryshim, siguri, partneritet dhe zhvillim. Në hapjet e saj, folën ushtruesja e detyrës së presidentes Albulina Haxhiu, kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministri i jashtëm në detyrë Glauko Njufca. Kosova ka një argument të fortë edhe këtu. Ne kemi ndërtuar një shtet që u garanton komuniteteve të drejta të gjera dhe përfaqësim institucional. Këto garanci janë pjesë e rendit tonë kushtetues dhe një nga dëshmitë më të qarta të llojit të shtetit që kemi zgjedhur të ndërtojmë. Shpresoj që gjatë këtyre ditëve të kemi biseda të hapura dhe dobishme për punën që kemi përpara, të dëgjojmë nga ju çfarë po ndryshon në vendet ku ju shërbeni dhe të shohim bashkë se ku duhet ta përqendrojmë më shumë vëmendjen tonë. Ju falenderoj për punën që po bëni çdo ditë për përfaqësimin dinjitoz të Republikës tonë. Është tejet e rëndësishme që të identifikoni dhe të kundërshtoni narrativat e rreme. Kjo mund të bëhet më së miri duke ofruar informacion të mbështetur në fakte për arritjet tona dhe duke u angazhuar me aktorë të ndryshëm jo shtetëror edhe në platforma digjitale në kohë reale. Në kuadër të aktiviteteve tuaja, ju ftoj të promovoni sa më shumë artistët tonë, shkencëtarët tonë, shkëmbimet kulturore e arsimore, potencialin e diasporës,
si dhe iniciativat të cilat pasqyrojnë vlerat, identitetin dhe arritjet e Kosovës. Kemi intensifikuar angazhimin për antarësimin në Këshillit të Evropës përmes një diplomacie të drejtë për drejtë dhe të strukturuar me shtetet anëtare, grupet politike dhe institucionet e kësaj organizate. Në Strasburg, në Bruksel dhe në kryeqytetet evropiane kemi përcjellë mesazhin e qartë. Kosova i ka përmbushur kriteret dhe meriton të jetë pjesë e familjes evropiane. Këtë nuk po e thot vetëm Kosova, këtë tashmë e thon disa prej shteteve anëtare të Këshillit të Evropës. Qëllimi ynë është që Kosova të mos jetë vetëm pjesë në kryezat ndërkombëtare, por të jetë aktore e besueshme, aktive dhe me ndikim në proceset që përcaktojnë të ardhmen e rajonit dhe të Evropës. Në këtë rrugtim do të vazhdojmë të zhvillojmë diplomacinë ekonomike publike dhe atë të mërgatës, si shtylla të rëndësishme të politikës sonë të jashtme. Kuvendi i Kosovës për 3 ditë radhazi do të organizojë nga sot aktivitetin tradicional bashkëadetarët në kuvend. Të gjithë bashkëadetarët që dëshirojnë ta vizitojnë kuvendin e Kosovës janë të mirëpritur nga ora 12 deri në orën 16. Gjatë vizitës, ata do të kenë mundësi ta njohin nga afër kuvendin, të vizitojnë sallën ku merren vendimet për vendin dhe të takohen me deputet të legjislaturës së 11, thuhet në njoftim. Rruga Ilir Konushevci, segmenti i dytë në afërsi të objektit të komunës së Prishtinës, është hapur për qarkullim. Kryetari i Prishtinës Përpajim Brama ka bërë të ditur se punimet kanë përfunduar gjatë natës, përfshirë asfaltimin dhe vendosjen e sinjalistikës. Ai ka falendëruar ekipet për angazhimin dhe punën gjatë natës, duke thënë se rruga tashmë është e gatshme për qarkullim. Policia ka arrestuar 3 persona në fshatin Rashiq të Pejës të dyshuar për organizim të lojrave të fatit të paligjshme dhe armbajtje pa autorizim. Gjatë bastisjes në një lokal janë sekuestruar një armë automatike AK-47, një karikator, 10 fishek, një brisk dhe një kuti me qipa për poker. Pas intervistimi, 2 të dyshuar janë ndaluar për 48 orë, ndërsa një tjetër është liruar në procedurë të rregullt. Policia e Prishtinës ka arrestuar një 43 vjeçar të kërkuar, i dënuar me 4 vjet burgim për veprat penale, shmangje nga tatimi dhe falsifikim i dokumentit. Sipas policisë, i arrestuari kishte edhe urdhër arrest aktiv. Ai është arrestuar nga njësia e arrestimeve dhe ajo e reagimit të shpejt në Prishtinë. Personi i arrestuar është proceduar sipas procedurave përkatëse. Prokurori i shtetit ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë ndaluar 6 persona për 48 orë, ndërsa janë paraqitur 2 kërkesa për caktimin e paraburgimit. Në Gjilan janë ndaluar 2 persona për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm, ndërsa në Gjakov 1 person për dhunë në familje. Në Mitrovic janë ndaluar 3 persona të dyshuar për vjedhje të rëndë, sulm ndaj personit zyrtar dhe lëndim të rëndë trupor. Po në Mitrovic është paraqitur edhe një kërkesë për paraburgim për një person të dyshuar për dhënje rishfeti. Ndërkaq prokuroria në Prizren ka kërkuar paraburgim për një person të dyshuar për dhunë në familje. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, ju njoftojmë në edicionin e orës 15. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.